Atëherë përshëndetje të gjithëve, në mbledhjen e kryesisë tashmë po diskutohet për seancën e radhës së ditës së premte dhe ka një pajtim që seanca të ftohet ditën e premte në orën 10, kjo për shkak se sipas rregulloves do të plotësohet kërkesë formal prej 2 ditëve deri në thirrjen e seancës. Në këtë seancë, përveç pikave të zakonshme të rregullave, pra deklarimet jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare, do të bëhet zgjedhja e dy anëtarëve për gjykatën kushtetuese, meqense komisioni ad hoc ka kryer punën e tij, ndërkohë që edhe komisioni funksional ka miratuar raportin dhe po ashtu do trajtohen edhe dy vendime, gjithsesi një projekt ligj të rëndësishëm, projekt ligji për byron për konfiskimin e pasurisë së pajisjetikueshme, i cili sot është shqyrtuar në Komisionin për Legjislacion dhe ka marrë miratimin e komisionit, dhe po ashtu vendimi i qeverisë për dërgimin e forcave stabilizuese në Gaza. Seanca do të bëhet ditën e premte, ndërkohë që këto projekt ligje veçmas ky për byron do të kalojnë dhe do të shqyrtohet dhe besoj që do të ketë mbështetjen e të deputetëve të kalojnë në shqyrtim në lexim të parë. Po të dakordem në mbledhjen e kryesisë politike të rendit të ditës apo do të votohet ky rend i ditës në seancën e kuvendit e para dhe e dyta për çështjen e presidentit ka që shumë shpejt do të ketë pjesë në gjatë këtij nuk fazë të fundjavës. Ka dakordim për pikat e rendit të ditës, do të thonë për gjykatën kushtetuese dhe pika të tjera ishin të përcaktuara tashmë, ndërkohë që pika në lidhje me ligjin për byron për konfiskimin e pasurisë së pajisjetikueshme dhe vendimi i qeverisë në lidhje me dërgimin e forcave stabilizuese janë miratuar në komisionet funksionale dhe ka dakordim që të jenë pjesë e rendit të ditës edhe të shqyrtohen në seancën e ditës së premte. Sa i përket çështjes së presidentit, Kryeministri Kurti e dini që është duke vazhduar angazhimet e tij, edhe unë besoj që në ditët e mbetura, sepse nuk kanë mbetur edhe shumë ditë, të arrijmë një pajtueshmëri edhe një mbështetje, gjithsesi propozime konkrete edhe të gjejmë një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit. Në ragazzi po thoni që Kryeministri Kurti është duke vazhduar angazhimin e tij, çfarë angazhimi ka në tregu? A ka vonë të takime opozitore me njëri prej liderëve? Pas takimeve që ka pasur fundmi me kryetarin Abdulliku, Kryeministri Kurti ka bërë mendimin e tij për media. Besoj që për të gjitha detajet, sapo të ketë diçka të re, do t'i ndaj të dhënat edhe me ju edhe me shqiptarët. Pse ne mendon se e di që do ta bëni prapë PDK, pasi ata kanë njëtuar të shtunë që kanë dhënë një përgjigje negative për këtë ato negociata dhe takime që keni bërë deri tash. Pra ata nuk marrin një propozime që i keni. Nuk di që kanë bërë një përgjigje negative, gjithsesi unë pres edhe besoj që jo vetëm ne si deputet të grupit tonë parlamentar, por edhe qytetarët e Republikës së Kosovës presin që të gjejmë një zgjidhje, të kemi propozime konkrete, edhe të gjendet një zgjidhje e të votohet presidenti në kuvend, sepse e kemi thënë disa herë dhe besoj që pajtohemi të gjithë. Një pas zgjedhje të reja jo vetëm se janë të panevojshme, por janë të padrejta dhe nuk do të sjellin asnjë rezultat të mirë. Zënia Voci që janë propozit Komisioni funksional ka propozuar 6 emra, janë 6 kandidatë që janë komentuar më së shumti në intervistë, ndërkohë që kuvendi nga ata 6 emra do të zgjedhë me votë të fshehtë të anëtarë për gjykatën kushtetuese. Faleminderit shumë.